ky raport shkurtimisht I trajton të gjitha ato ngjecje me të cilat ballafaqohen në rastet e krimeve të luftës. Ajo çka është si e gjetur e mirë e këtij raporti është se I ka evidentuar gati të gjitha ngjecjet apo nevojat në të cilat duhet të I përkushtohen institucione me qëllim të përmirësimit të trajtimit të rasteve të krimeve të luftës. Pra ky raport përmban edhe rekomandimet konkrete për institucionet përgjithëse, ku I ka prekur edhe tema të ndryshme siç janë gjykimet në mungesë, trajnimet e nevojshme për avokatët të cilat angazhohen, sidomos ata sipas detyrave fetare, po edhe tema të ndryshme. Se sa kanë patur progres këto proces apo këto gjykime për krimet e luftës, sigurisht që me hyrje në fuqi të ligjit për gjykimet në mungesë, kemi parë kohëve të fundit që Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka filluar me ngritjen e një mori aktakuzave në mungesë ndaj personave të cilat nuk janë të qasshëm për organet e Kosovës. Sigurisht që 27 apo 26 vite pas përfundimit të luftës, rezultatet në përgjithësi nuk janë të kënaqshme për procese gjyqësore për krimet e luftës, për arsye se është një numër I limituar I personave të dënuar me vendime të plotfuqishme, ku janë diku rreth 77 persona të dënuar me burgim për veprat penale të krimeve të luftës. Cilat janë edhe arsyet në farforme që ngritja e aktakuzave për krime lufte vazhdon të jetë sfidë, edhe pas kaq viteve? Po sfida kryesore është mosbashkëpunimi mes Kosovës dhe Serbisë. E ky mosbashkëpunim sigurisht që është dashur të pasqyrohet edhe në rekomandimet e raportit të OSBE-s, I cili këtë rekomandim nuk e ka të cekur në raport, e mendoj që ngrëqi kryesor apo hendeku kryesor I mungesës së rezultateve në proceset e gjykimeve të krimeve të luftës është pikërisht klima politike apo mosbashkëpunimi I Serbisë me Kosovës. Sigurisht që duhet të I bëhet thirrje Bashkimit Evropian që në dialogun të futet në agjendë dhe të nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi jo vetëm me Serbinë, po me të gjitha shtetet e rajonit me qëllim të shkëmbimit të informatave dhe me qëllim të procesimit sa më të madh të personave të cilat kanë kryer veprat penale të krimeve të luftës.